Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore që i konsumojmë çdo ditë po i vështirëson gjithnjë e më shumë financat familjare për qytetarët e Kosovës. Vebi Rexhaj dhe Gani Krasniqi janë blerës të rregullt në tregun e gjelbër të Prishtinës. Ata thonë se çmimet janë të larta, por megjithatë përpiqen të sigurojnë ushqimet bazë sipas mundësive që u lejon buxheti i tyre. Një fotografi e shpërndar online e bërë në njëri nga marketet në Prishtinë tregon etiketën e çmimit 25.99 euro për kilogram qershi, çmim që ka ngjallur reagime të qytetarëve, të cilët e kanë cilësuar si të papërballueshme. Pas kësaj, në tregun e gjelbër, por edhe më gjerë, ekspozimi i qershive vështirë gjendet. Për standardin tonë janë shumë shtrenjtë janë qershijet. Gati që edhe këtë perimet janë, sidomos si vjetë, janë më shtrejtë janë. Për gjeptorin, sidomos për pensionera, nuk janë kushte të validshme, nuk janë çmime të validshme. Deri tash a keni ble ju qershia? Kena ble qershia, po ma rrallë kena ble, se i kem tonat. Po ma rrallë, po shtrejtë i konë gjithë një qershijet. Qershia është e blenë për qef, e blenë, që ka me bëgë të tjerë që duhet për ditë që i përdorëm, që ato janë kryesore, se qershiat që shka mundësi njerë i blenë. A 25 herë shumë shtrejtë. 25 herë nuk paguhet. Janë çmimet e larta, po s'kem qara pa i ble, se pak janë specat, pak lezona që to i blena. Spanaq, qep të reja që to sene lakra, salata. Janë pak, po s'kem qare, s'kem shkata, shmoj mas lëp, pas pula, as krejt i kemi me blimë. Pensionet, unë edhe shoqja do t'i marrëm dikun nga 400 euro. Cili prej produkteve pa çmimin më të lartë, prej këtyne shka i shiku deri më tani? Vallai, më të lartën e kishin shtash limonat. Sa ish kilogrami tyre? 2,5 si vyna, i kish edhe një era që ku ka po gjozë vynë, vesh me i gjuhë. Specat janë të edikon, domatet janë hala shtrajtë. Po qershia keni ble këto ditë? Jo, hala qershia së dregës nuk kom ble. Dhe nuk po është qershia, valla. Bostanin, ndo këtë e poshtë edhe bostoni i shtrajtë, se disa është kilogrami, 2,70 në kilogram. Janë çmimet në përgjithësi të larta, po mos pas me ble 1 kilo, ble gjys kilo, mos pas 2 kilo, 250 gram, si mas mundësie. Ama s'kem qare, se s'kem ka, shumë pak punohet. Ndërkohë, Fikrie Gërdovsi Qitaku, edhe pse në moshë të shtyr, është blerë se rregullt në treg. Thotë se preferon prodhimet vendore. Qka të ka blej, prej biberit e gjithë qka, mjëllë, gjithë qka të ka neve, sidomos të kyzotnia. Dhe qka më flenë zemra shumë, është edhe na pret mirë, na full mirë, edhe s'ka vreti kuqe. Sa e vlerësoni produktet vendore? Mirë, nuk është keq kuqe. Jam e knaqne, përgjithsi e knaqne jam. Kur jam ka në punë, visha kënej, tash edhe në pension, ka të më qëtë rruga, vish po të shpesh. Në market e shumë rrallë po hi, në treg po. Për gjithë shka në treg. Edhe ka njerë edhe veqës, mu i veq i këqyri caktoj, se anë të vinë të mja i marin. Se për shkak me bajtë, nuk po muj. Tregtarët pohojnë se përpiqen të mbajnë çmime sa më të arsyeshme, duke u bazuar në gjendjen ekonomike të qytetarëve. Ata theksojnë se ekspozojnë kryesisht produkte vendore. Treg gjelbër Prishtinë, shesmi do qaja, shesmi do hudra, shesmi misër, mjell misri, shesmi biberin si prioritet, shesmi edhe arra vendore nga njëherë, ka edhe dësane që shesmi për Turkije, që vinë qëtash është sezona me mjellë këto farishtat që janë këto, janë prodhime italiane, kësi vendore nuk ka për momentin, ka pasëll vendor nga njëherë, jo gjithë, fara të bardha,
edhe ka do lloje çajave janë me çaj malit, çaj kantarium, çaj blinit, ka prodhime vendore. Ka lloj aranis, kadaifi vendor, do jufka të Prizrenit, tash po bien këtu edhe spanaq të Kosovës, për Makoçi, për podjeve, bien kep të reja, bien hudra, bien cfekla, bien karrota. Ka prodhime vendore që janë kush është interesuar për me dalë këtë treg me ble, i gjon mas mirti edhe mas lirti në krejt Kosovën. Shteti neve na kalon mas dore këtë treg se ka investu që 25 vjet as një cent. Qirati paguj me rregull krejt, na kalon, ana shkalua pakufe. As një cent nuk e ka shti këtë treg, për neve gjithë po merë pare, që i pagujmë qirajat, pagujmë 3 mujoshat, dikush kush ka ma shumë prodhime, pagune 3 mujoshat. Këta nuk kanë investu, nuk i di pse, as ka mbulloja, as ka kur gjë në rregull, nuk ka në krahazim çka dohet më kone që shjena. Është dash më konë 10 herë më mirë, më konë tregu më mirë në krejt Kosovën, kjo o me tregu ma katastrofa në krejt Kosovën. Nuk e di, nuk ka rregull, po të ka drejt, as s'ka punëtor, as s'ka pastrus, as s'ka kur gjë. Tepër mirë jena të punu në krahazimës qysh e man shteti këtë treg këto. Na jem tregtar që punojmë qëto. Nuk jena veç një person që mënët me shit ma shtrajt, ose që mënët me bo qka dënaj. Këto një person nëse vjen të one, është trajt, shkëm të kësh, ja mënët me ble ma lirë. Nëse edhe aj tjetër është trajt, mënët me shku të tjetër se legjona ma lirë. Jena 10, 15, 7, 8, 20, sot dush jena, që mënës me zgjedh, me ble ku të pilqen, edhe cile produkt është maj mire. Ku të gjonë ma lirë, mënët me ble. Që si produkte, nëse shka një minimarket, të s'ki qare për pa ble, që ata se nuk e gjonë qitë produkt që është këto. Unë menaj që ashtu tash, njerëzit për pa provu, nuk po i me ditë sa janë dërgjeshëm ose tregtarë, se ka herë janë sanit shumë strike që i shkan pazar posh, nuk e gjonë, bo aki djek e ble 2 herë, se dush me ble 3 herë. Na nuk jena që ashtu, përgjithsi shkojnë asi njajt, edhe nuk janë qmimet e shtrajt. Për momentin, se po shifni këtu janë të gjitha produktet vendore. Përjashtim është trongulli edhe lakna e bashkë që vjen për jashtë. Për momentin, kemë porrinin, preshin, spanaqin, qepën, sallatën, karrotën, laknën, patatën, që janë prodhime vendore tonat, do me thonë bashkë tona. Spanaqin prodhim vendore jemi, i babës jemi, për i babës. Mundohem diçka me punuar, çmimet janë reale, nuk janë çmimet e shtrejta, po krahasim me qyr me rajon, pak janë më të shtrejta. Po është në përgjithësi është bie. Aktualisht këto produkte, do me thonë vendore që i përmende, cila prej tyre është me çmim më të lartë se sa vitin e kaluar? As të njësë janë me çmim më të lartë. Me përcil komplet, as të njësë janë me çmim më të lartë. Është për çmime reale. Salata niset pej 35 cent vedin 50 cent, është varë të kvaliteti. Preshi është 1 euro, qepa është 4 tuba dhe 5 tuba 1 euro, spanaqi është pej 1 euro, dhe 1 euro gjys. Patati është 80 cent e kështu më radhë. Kanë filluar dhe konsumatorët me ardhë dhe mu furnizu ma shumë me produkte vendore, është fjala. Konsumatorët i kemë përditshëm, se e vlerësojnë kualitetin edhe i kemë përditshëm. S'kemë sa më mbarë, dhe me thonë për dikujna, tash ka ankesa, dhe me thonë e që veç tonë, po më përgjithsi ka ankesa. Popullata është e varfënume. Sipas të dhënave zyrtare, paga minimale në Kosovë është 350 euro në muaj, ndërkaq shkalla e papunësisë arrin në 10.7%. Inflacioni aktualisht është 2.9%, duke ndikuar drejt për drejt në fuqinë blerëse të qytetarëve.